Çfarë synon Sali Berisha me ndryshimet e reja në statusin e Partisë Demokratike edhe me rikthimin tek partia e seksioneve? Unë mendoj që Partia Demokratike para pjesën e strategjisë për rritjen e kapaciteteve të saj, prurje të reja, rregullimin e mënyrës dhe qasjes se si duhet shkojë Partia Demokratike te qytetari, duhet ta kishte të formuluar, duhet ta kishte të gatshme përpara zgjedhjes së kryetarit, përpara referendumit siç e ka quajtur Partia Demokratike procesin. Në momentin që lançohet kjo nisëm tashmë e cila flitet para ose jemi para procesit apo garës së zgjedhjeve lokale, më duket pak e sforcuar, më duket e vonuar si lëvizje dhe nuk e di se sa mund të riportërihet partia, sa mund të riorganizohet në një moment që partia tjetër kundërshtare më e madhe, Partia Socialiste, vazhdon dhe përgatitet për zgjedhje, pra bën fushat elektoral. Ndërsa Partia Demokratike diskuton nëse duhet të riorganizohet, nëse duhet të shtojë radhë tjerë, duhet të ketë prurje, duhet të ketë formula politike të cilat do ta bëjnë suksesshme, pra është një hap mbrapa mendoj unë në këtë moment. Dhe kjo lloj skeme, organizimi është e gabuar, pra ti të bësh një zgjedhje dhe më pas të thuash unë do hap partin, do bëj prurje dhe do bëj riorganizime dhe do bëj ndryshime, gjë që nuk funksionon, sepse ti ke zgjedhur të gjithë strukturat drejtuese dhe ke zgjedhur jo vetëm kryetarin, por dhe të gjithë seksionet kryesitë e tjera në të gjithë Shqipërinë. Kështu që në këtë aspekt më duket një gjë jo vetëm e vonuar, një gjë jo vetëm që nuk mundet të bëhet në këtë moment, por mendoj që do t'i hapi probleme Partisë Demokratike në takt. A tregon rizgjedhja e Berishës më datë me 37.000 vota forcim real Partisë Demokratike, apo në vetvete një mungesë alternative brenda partisë? Në momentin që jemi me një kandidat vetëm, numri është pak i rëndësishëm, si të kemë votu 37.000, si të kemë votu 100.000, si të kemë votu 1.000. Pra nuk është se shoh një diferencë në këtë pjesë. Problemet e Partisë Demokratike janë të mëdha, duhet ishin marrë me themel, edhe koha dhe momenti se kur Partia Demokratike përcaktoi zgjedhjet më duket i gabuar, më duket një moment jo i përshtatshëm, por mirë kishin vazhduar me të njëjta struktura, do kishte një lloj sensi dhe të përballeshin më pas me zgjedhjet lokale. Partia Demokratike zoti rrugën tjetër, duke u futur një procesi gare, e cila them që më shumë e ka dëmtuar se sa i ka për benefit Partisë Demokratike. Gjithsesi, skema Partisë Demokratike është kjo, po ajo donte një konsolidim të pozitave të struktura dhe më pas të merrin me zgjedhjet lokale. Zgjedhjet vinë shpejt, i përmend zgjedhjet lokale sepse janë një betejë tjetër e rëndësishme, të cilën opozita nuk e ka luksin ta humbi. Opozita nuk ka më mundësinë që të thotë që do presim tjera, dolëm keq, po na i vodhi qeveria, na i vodhi Edi Rama, sepse Edi Rama forcohet çdo ditë, i ka vjedh, i ka marrë me banda, i ka marrë me kriminal. Kjo vlen për moral, por realiteti mbetet dhe ai merr çdo bashki të mundshme në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Dhe të kesh të gjitha bashkitë, 60 bashkia, 61 bashki, të ketë Partia Socialiste, do të thotë që opozita nuk është gjykundi, do të thotë që shanset që çdo qytetar i cili mendon ndryshe dhe kërkon një alternativë qeverisje të jenë pothuajse zero dhe shpresat që dhe në 2029 të kenë ndryshim paksohen. Sa mund ta ndihmojë Partia Demokratike organizimi i ri përballë gjithë këtyre sfidave elektorale të ardhshme dhe apo kalon opozita shqiptare në proces reformimi real, apo është ende përqendruar vetëm tek figura historike e Berishës? Pra po e mban peng Berisha partinë? Unë mendoj që
Partia Demokratike ka sfida të mëdha. Nuk asnjë demokrat në këndvështrimin tim nuk e shikon të ardhmen me zotin Berisha vetëm, por shikon një lloj rrugë, shtrimi rrugë, një lloj përfaqësimi të disa elementeve, vlerave drejtuese të Partisë Demokratike që ta udhëheqin ato në të ardhmen, se sa të përgatitur janë, sa mundësi kanë që ta bëjnë këtë në një perspektivë. Kjo duhet parë, duhet dalin vetë ata qytetarë ose ata drejtues të Partisë Demokratike që të tregojnë ambicien se ku duhet shkojnë. Partia Demokratike është në një moment shumë të vështirë, edhe e thash, ulja numrit të votuesve në zgjedhje lokale ose humbja e bashkive masivisht do të jetë një dëmtim tjetër i rënd, një dëmtim i cili do jetë vështirë për të rikuperuar. Dhe strategjitë politike që duhet të kishte ndërmarrë Partia Demokratike që mbas humbjes së 11 maj të zgjedhjeve të kaluara, do të ishin krejtësisht të ndryshme. Ky është mendimi im. Por Partia Demokratike ka zgjedhur këtë lloj forme që të konsolidojë një pushtet të brendshëm nëpërmjet zotit Berisha dhe të zgjerohet nëpërmjet aleatëve të jashtëm. Kjo është vetmi aspekt pozitiv që unë shoh në strategjinë e Partisë Demokratike është qasja me element ose me partitë të cilat kanë marrë vota në zgjedhjen e 11 maj dhe kërkojnë të kenë element përbashkët me Partinë Demokratike. Kjo është e rëndësishme. Shpresoj që të zgjerohet numri i partive që bashkohen me Partinë Demokratike dhe i japin kësaj force një lloj shtyse për të zgjeruar elektoratin të gjitha partive pa dallim, jo vetëm të Partisë Demokratike. Sjellja e PD-s mbas këtij momenti do të jetë prapë vendimtare nëse Partia Demokratike ka alternativë mendimi, ka përafërsi me mendimin e qytetarit, sjell figura të cilat janë të rëndësishme, kanë reputacion të qytetarit, duan të japin kontribut dhe kanë kapacitete për të dhënë kontribut politik. Kjo mund të japi një lloj shtyse dhe mund ta ngrejë Partinë Demokratike. Ndryshe, situata pastaj është e zynë dhe do përballemi me ato situata të përhershme që politikën shqiptare e kanë treguar për 30 e ca vite, ku mbetet i njëjti debat, u vodhën, s'u vodhën, bandat e të tjerë, pavarësisht se situata qëndron në atë aspekt, pra ka tendenca për të përfshirë grupe kriminale në zgjedhje, ka klientelizëm punësimi nga Partia Socialiste, ka përdorim të fondeve publike prapë nga Partia Socialiste për të fituar vota elektorale, por këto të gjitha duhet të kapërcehen nga leadershipi i opozitës. Nga ana tjetër, sa realist është objektivi që Shqipëria të interesohet në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade? Më duket një objektiv i cili është i vështirë. Unë shpresoj dhe çdo shqiptar shpreson që Shqipëria të futet në Bashkimin Evropian. Është një interesin e kombëtarëve të Shqipërisë. Qeveria më tepër se sa punë për të arritur këtë objektiv, me sa e shohun bën propagandë kryesisht, do ta fusë Shqipërinë duke nxjerrë disa video të bukura të Shqipërisë, në një kohë që kemi një ekonomi e cila çalon, kemi standarde të cilat nuk plotësohen nga shteti shqiptar, kryesisht siguria ushqimore, që është shumë e rëndësishme, por dhe shumë standarde të tjera, qoftë në infrastrukturë, qoftë në fusha strategjike, qoftë në, mos flasim pastaj për ushtrie për pjesën tjetër, por kemi disa problematika të theksuara ekonomike. Jemi vend i varfër, me paga të ulta, me pensione të ulta, me një ekonomi e cila nuk prodhon, e bazuar kryesisht në shërbime, e bazuar kryesisht në disa forma ekonomike të cilat nuk mund të jenë afatgjatë për të rritur rendimentin e Shqipërisë. Dhe gjitha këto e bëjnë vështirë që Shqipëria në një tarë më të afër dhe për një dekadë të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Tjetër gjë, nëse i mbajmë shpresat pastaj të ndonjë ndryshim
geostrategjik, geopolitik që BE-ja mund në antarësoj për arsye ndryshme, kjo është tjetër histori, por ne duhet jemi në standardet të mirëfillta me Bashkimin Evropian në momentin e futjes. Mos themi që jo po është fut Bullgaria dhe s'ka pas standarde në 2007, apo janë futur shtetet tjera. Ato situata kanë ikur tashmë. Europa ka vuajtur nga situata të tilla, pra nga futja e disa shteteve që kanë qenë të dobta, me probleme me korrupsionin, me probleme me ekonominë, dhe po i ka vuajtur pasojat për vite. Nuk mund të tolerojmë më që të futen shtete, edhe të shtetet vogla si ne, si Malizi, si mbase edhe si Maqedonia Veriut, të cilat edhe pse kanë probleme të mëdha të mbyllin një sy Bashkimin Evropian dhe thotë këto duhet futen. Sepse ne minimalisht duhet kemi një standard ekonomie. Nëse nuk rrisim ekonominë, nëse nuk parafrojmë legjislacionin, nëse nuk kemi një drejtësi e cila funksionon si drejtësi europiane, që jemi shumë larg kësaj gjëje, atëherë kapacitetet tona për të integruar dhe mundësia që BE-ja na afroj pranë familjes së saj është shumë e vështirë. Çfarë mesazhi politik në opinionin tuaj kërkon të japi Rama me deklaratën që ne jemi talibanët e Europës edhe me simbolikën e martesës në mënyrë figurative me Bashkimin Evropian? Po kryeministri shpreson dhe mendon dhe të gjitha të fokusin e tij e ka te goditja nëpërmjet deklaratave, nëpërmjet qëndrimeve, nëpërmjet formës se si Shqipëria del ose duket te ndërkombëtarët, pra bën atë pikturën e bukur dhe ajo paraqet europianëve Shqipërinë në një pikturë, në një kohë që Shqipëria është një mix apo një video shumë e gjatë dhe nuk është vetëm një foto. Nëse flasim për një foto duke i thënë shqiptarët që janë taliban, apo duke thënë që shqiptarët janë më pro-europianët nga të gjithë popujt e tjerë, prap nuk arrim dot të zgjidhim defektet të mëdha që ka qeveria shqiptare. Qeveria shqiptare sot ka futur një administratë ose ka bërë një administratë të kriminalizuar. Kjo duket nga dosjet e prokurisë posaçme. Prokuria posaçme ka marrë në hetim zyrtar pafund, kryetar bashkie pafund të zgjedhur Partisë Socialiste, të cilët kanë abuzuar me shtetin, me ligjin, me rendin dhe kanë shpërdoruar miliona euro. Bashkimi Evropian nuk mund ta tolerojë këtë. Janë vjedhur para të IPARD-it, të investimeve europiane për bujqësinë në Shqipëri. Dhe situata është që qeveria shqiptare nuk mban as përgjegjësi minimale, kështu që në këto kushte propaganda, shfaqja, forma me cilën kryeministri Edi Rama i shkon drejt Bashkimit Evropian duke kërkuar që ata ta antarësojnë ose të na antarësojnë ne si vend, vetëm për shkak të qëndrimeve që ka mbajtur Shqipëria, më duket krejtësisht e pambatur, një gjë që vazhdon në sfondet e vazhdueshme të kryeministrit, i cili disa herë hapi shampanjën vite më parë, duke thënë që jemi një hap më afër, çdo vit bënte situatën dhe Bashkimi Evropian nuk na hapte kapitujt, nuk bënte veprime të tjera të drejtë për drejta për Shqipërinë. U desh një luftë e madhe gjeostrategjike, siç është lufta në Ukrainë, që të futej dhe Shqipëria në të afrojë më tepër me Bashkimin Evropian dhe të ishte fokusi më i madh. Ndryshe për shkak të ritmit ton, për qeverisjen, për korrupsionin, për situatën që kemi me ekonominë, ne jemi shumë brapa. Këto nuk mund të mbulohen, të gjitha defektet nuk mund të mbulohen nga kryeministri thjesht duke folur bukur apo thjesht duke nxjerrë një pikturë të bukur ose një foto të bukur të Shqipërisë pranë përfaqësuesve të Bashkimit Evropian. Shumë faleminderit për intervistën. Faleminderit.